U paraqit Rajshëm si prokurore e shtetit. Kush është gruaja që përfitoi mbi 30.000 euro me mashtrim? Një rast shqetësues që ka ndodhur në Prishtinë tregon se sa lehtë mund të keq përdoret besimi i qytetarëve. Një grua dyshohet se ka mashtruar duke u paraqitur Rajshëm si prokurore e shtetit, duke përfituar mbi 30.000 euro nga një qytetar. Sipas burimeve të Sinjalit, e dyshuara Orhidea Rama Gërgjaliu, 27 vjeçare, i është afruar viktimës HPD duke u prezantuar si person zyrtar dhe duke krijuar bindjen se kishte pushtet dhe ndikim institucional. Me këtë rol të rrem, ai dyshohet se i ka premtuar viktimës se do t'i zgjidhte një çështje që në fakt nuk ishte ekzistuar asnjëherë në institucionet e sigurisë. E në këtë mënyrë, viktima është vënë në lajthitje dhe hap pas hapi i ka dorëzuar shumë të mëdha parash, duke besuar se po paguante për ndërhyrje ligjore dhe për persona të tjerë të përfshirë, por hetimet kanë treguar se parat janë marrë vetëm për përfitime personale. Rasti është zbuluar pas raportimit në polici, ndërsa njësitë për hetimin e krimeve ekonomike kanë ndërmarrë veprime të shpejta, duke arrestuar të dyshuarën në flagrancë. Me vendim të prokurorit, ndaj saj është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Ky rast ngri alarmin për një dukuri të rrezikshme, ku persona që shtiren si zyrtar shteti dhe përfitojnë nga frika, paqartësitë dhe mungesa e informacionit të qytetarët. Autoritetet kanë bërë të ditur se hetimet po vazhdojnë për të sqaruar të gjitha rrethanat dhe mundësitë e përfshirjes së personave të tjerë.